Një armë pushimi pa pritur mes Shehbaz dhe Iranit ka bërë që bota së paku për pak kohë të merr frym pak më lirshëm. Kjo pasi që presidenti amerikan Donald Trump ka rënë dakord për një ndalim 2 javor të sulmeve, vetëm pak para skadimit të ultimatumit ndaj Teheranit. Në anën tjetër edhe Irani ka pranuar armëpushimin dhe duhet të hapë menjëherë dhe në mënyrë të sigurt ngushticën e Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme të naftës në botë. Ministri i Jashtëm Abbas Araghchi ka thënë se kalimi do të lejohet, por në kontroll iranian. Edhe Benjamin Netanyahu i Izraelit e ka pranuar marrëveshjen, por sipas tij ajo nuk përfshin konfliktin në Liban me grupin Hezbollah. Ndërkohë tregjet kanë reaguar menjëherë me çmimet e naftës që kanë rënë ndjeshëm, ndërsa aksionet janë rritur. Por pavarësisht marrëveshjes, tensionet thuhet se mbeten të larta dhe sulmet nuk janë dalur plotësisht. Se a është ky fillimi i fundit të konfliktit apo vetëm një pauzë e përkohshme, do ta mësojmë në ditët në vijim. Për të mësuar më shumë rreth zhvillimeve të fundit në lindjen e mesme dhe në botë, lexojeni telegrafi.com.